Llumi i kafes të shpëtoni jetën. Ja si ta përdorni për të trajtuar këto 3 probleme. Kafeja është një burim i shkëlqyer i ushqyesve dhe antioksidantëve, të cilët i bëjnë mirë jo vetëm lëkurës, por edhe flokut tuaj. Kafeja mund të përdoret si eksofilant për lehtësimin e akneve, përmirësimin e gjakut dhe rikthimin e niveleve normale të pH-it. Në këtë video do të mësoni më shumë për përfitimet e përdorimit të llumit të kafes për lëkurën, skalpin, gjithashtu edhe për flokun tuaj. Llumi i kafes do të ndihmojë edhe në një sër përfitimesh, të cilat do t'i rendisim në këtë video sipas Brightside. Ai ndihmon në largimin e qelizave të vdekura të lëkurës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kafeja e bluar mund të përdoret si eksofilant për heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës. Një studim shpjegoi se substancat përbërëse të llumit të kafes do të rrisin nivelin e kolagjenit dhe pengojnë plakjen e parakoshme të qelizave. Për përgatitjen e eksofilantit të kafes, ju mund të përdorni një çerek filxhani çaji me kafe, çerek filxhani me sheqer kaf ose pak lëng limoni. Sasia e këtij të fundit është në varësi të trashësisë së eksofilantit. Eksofilantin mund ta përdorni një herë në javë pas larjes së trupit. Atë mund ta mbani në lëkurë për disa minuta dhe më pas mund të lani trupin. Kafeja mund të përdoret kundër syve të fryrë. Llumi i kafes stimulon qarkullimin e gjakut dhe zgjeron edhe enët e gjakut. Një gjë e tillë ndihmon në ngushtimin e poreve të lëkurës dhe ul sasinë e lëngjeve të akumuluara në pjesën e poshtme të syve. Ju mund të përdorni kafe të bluar ose lëngun e saj për të fërkuar lehtë pjesën poshtë të syve. Llumi i kafes është një produkt shumë i mirë kundër celulitit. Kundër celulitit ju mund të përdorni kafe plur ose të përzieni pak ujë për të fërkuar zonat problematike. Në këtë mënyrë ju do të përmirësoni qarkullimin e gjakut dhe ndihmoni lëkurën të duket më e lëmuar. Llumi i kafes mund të përdoret kundër akneve. Fërkimi i lëkurës me kafe ndihmon në pastrimin e saj nga qelizat e vdekura dhe zhbllokon poret. Acidi klorigjenik te kafeja zbut inflamacionet dhe mbron lëkurën nga disa lloje të bakterieve. Gjithashtu ju sugjerojmë të konsultoheni me dermatologun përpara përdorimit. Llumin e kafes mund ta përdorni gjithashtu si një banjo për këmbët. Kafeja mund të përdoret për pastrimin e këmbëve, zbutjen dhe qetësimin e tyre. Kafen plur dhe llumin e saj mund ta hidhni në ujë të ngrohtë në një legend dhe t'i mbani këmbët në të për disa minuta. Me llumin e kafes mund të fërkoni këmbët dhe të eliminoni qelizat e vdekura në këmbë. Edhe shëndeti juaj i flokëve do të përmirësohet me llumin e kafes. Skalpi dhe flokët kanë një natyrë acidike. Aciditeti në këto zona të trupit matet njësoj si pH-i. Nëse pH-i i flokut është nën 7.0, atëherë ai konsiderohet acidik. pH-i i fibrave të flokut është 3.67, ndërsa i skalpit arrin 5.5. Përdorimi i produkteve me një vlerë më të lartë pH-i se ai i flokut mund të shkaktojë dëme të tyre. pH-i i kafes arrin 5.11, prandaj aplikimi i saj në pjesën e skalpit rikthen ekuilibrat e pH-it në këtë zonë. Llumi i kafes gjithashtu mund të përdoret për ngjyrosjen e flokut. Zjeni disa filxhan me kafe dhe lini të ftohet në temperaturë ambienti llumin e saj. Më pas, hidheni llumin e kafes në një enë. Qëndroni përkulur mbi lavaman dhe lagni flokët në mënyrë të njëtrajtshme me kafen që keni lënë në legjen. Më pas, kapini flokët dhe sipër tyre vendosni kapuçin plastik të dushit. Maskën e kafes e mbani për 30 minuta deri në 3 orë. Më pas i shplani flokët dhe do të vëreni ngjyrat e flokut tuaj që do të jenë më të errta. Kjo është një mundësi shumë e mirë për të erësuar ngjyrën tuaj të flokut. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara dhe llumi i saj shpeshherë nuk dihet të shfrytëzohet. Njerëzit zakonisht llumin e saj e hedhin, por pasi të dëgjoni këtë video deri në fund, mund ta mendoni edhe një herë përdorimin e saj. Llumi i kafes ka shumë përdorime praktike si në shtëpi ashtu dhe në kopësht. Madje mund të ndihmojë edhe në shëndetin e lëkurës. Në këtë video do të listojmë disa nga përfitimet më kreative për llumin e kafes. Atë mund ta përdorni për të pleheruar kopshtin tuaj. Ata që kanë në kopësht, por edhe ata që kanë në balkonin e tyre vazo me lule, e dini që pleu jo gjithmonë është i pasur me vlerat e nevojshme. Për më tepër bimët që ju keni mbjell, i thithin të gjitha këto vlera duke lënë në pleun të zbrazet. Llumi i kafes përdoret nga disa
elementet që përmban kryesor për rritjen e bimëve siç janë nitrogjeni, kalciumi, kaliumi, hekuri, fosfori dhe magnezi. Gjithashtu llumi i kafes thith edhe metalet e dëmshme që mund të kontaminojnë plehun. Për më tepër, llumi i kafes tërheq edhe krimbat e tokës, të cilat janë shumë të nevojshëm për ajrosjen e kopshtit tuaj. Nëse nuk dini si ta përdorni, është shumë e thjeshtë. Mjafton vetëm të spërkasni plehun me llumin e kafes. Llumi i kafes do të mbajë larg edhe insektet. Disa përbërës që gjenden në kafe si kafeina mund të jenë shumë toksik për insektet. Për këtë arsye, ju mund të përdorni llumin e kafes për të larguar insektet e bezdisshme si mushkonja dhe mizat. Këshillohet të spërkasni oborin tuaj me këtë përbërje ose të lini disa enë të mbushura me llumin e kafes në dritare. Nëse doni të mbani larg kërmit nga bimët tuaja, sugjerohet të spërkasni rreth kërcellit të tyre me llumin e kafes. Ato nuk do të lejojnë që ato të ngjiten në bimët tuaja. Llumi i kafes mund të neutralizojë aromat e këqija. Arrin të neutralizojë aroma të ndryshme duke ju mundësuar që ju të mos ju mpihen shqisat e nuhatjes. Këtë rol llumi i kafes e realizon përmes nitrogjenit, i cili eliminon aromat e forta. Ju mund të vendosni një gotë me llumë kafe në frigoriferin tuaj për të pastruar atë nga aromat dhe ushqime të ndryshme. Gjithashtu mund të mbushni një çorape me llumin e kafes pasi e keni tharë dhe ta vendosni në këpucë, në çantën e palestrës, në dollapin ku i keni rrobat ose edhe në makinë. Madje edhe mund të lani duart me të pasi keni qëruar hudhër, qep dhe peshk për të larguar aromat. Një përbërje natyrale edhe për pastërtinë. Llumi i kafes duke qenë i ashpër ndihmon në pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme. Përveç se pastron ato dhe disinfekton në saj të vlerave antibakteriale që kanë, sugjerohet se ju mund të përdorni llumin e kafes për të pastruar lavamanin, sobën, madje dhe enët e gatimit. Por sigurohuni të shplani me ujë të bollshëm pasi e keni përdorur. Llumi i kafes trajton rrafët e erët poshtë të syve. Lëkura afër syve është vendi i parë ku shfaqen edhe shenjat e para të plakes. Shumë faktorë ndikojnë në formimin e rrafëve të zi në fytyrë poshtë të syve, përfshirë edhe qarkullimin e pamjaftueshëm të gjakut. Llumi i kafes është një zgjidhje premtuese pasi është e pasur me antioksidant dhe kafeinë. Ajo mundëson ulje të inflamacionit dhe intje. Përmes antioksidantëve lufton radikalet e lira dhe parandalon krijimin e rrullave. Mjafton vetëm të shtoni pak ujë dhe pak vaj ulliri në llumin e kafes, duke formuar një pastë aplikoni në zonën poshtë të syve. E lini për 10 minuta dhe më pas e shplani. Mund ta përsërisni çdo ditë këtë proces derisa të shikoni rezultatet më të mira në lehtësimin e këtyre problemeve. Llumi i kafes mund të përdoret kundër hirit. Nëse keni fatin të keni oxhak në sallon, por jeni të terrorizuar nga pluri që formohet sapo ai fiket, mos u shqetësoni. Përdoreni llumin e kafes përpara se ta pastroni. Lyeni me llumë të njomë kafes brenda oxhakut. Në këtë mënyrë do t'jetë më e thjeshtë të eliminoni çdo gjurmë të hirit pa pasur frikë se ai mund të bëjë pjesë të gjitha ambientet e shtëpisë. Llumi i kafes mund të përdoret për të larguar erën e keqe të frigoriferit. Kafeja është një metodë e cila mund të përdoret gjithmonë më shumë në familje të cilat duan të bëjnë edhe një zgjidhje artificiale kundër këtyre aromave të këqija. Nëse në frigorifer keni harruar ushqime të skaduara dhe doni të eliminoni çdo gjurmë të erës së keqe, provoni të përdorni llumin e kafes. Mjafton që në të vendosni një kup me llumë kafeje dhe ta lini të veprojë përgjatë gjithë natës. Por nëse dëshironi, mund t'i jepni një aromë akoma dhe më të mirë frigoriferit tuaj, atëherë mjafton që llumin e kafes t'i shtoni pak vanilje ose ndonjë aromë tjetër që preferohet më shumë. Llumi i kafes mund të përdoret gjithashtu edhe tek bimët tuaja ose edhe tek lulet. Nëse e doni gjelbërimin, atëherë përdorni prodhime natyrale të llumit të kafes për të shëruar lulet. Mos sillni asnjëherë llumin e kafes që bëhet kryesisht në shtëpi. Ai është i pasur me substanca ushqyese të cilat bëjnë edhe bimët që të kenë edhe një zgjidhje më të veçantë. Konservimi i llumit të kafes për të shtuar trëndafilave luleve do të qëndrojnë gjithmonë të gjelbra dhe nuk do të shkaktojnë gjithashtu edhe humbjen e cilësisë së tyre. Llumin e kafes mund ta përdorni për kopshtin, për celulitin, gjithashtu edhe për trajtimin e problemeve të lëkurës. Dhe mos nguroni që ta keni pjesë të zgjidhjeve tuaja natyrale kundër këtyre shqetësimeve.
Vëmendje, pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.